Fshati turistik i Gjinarit, 22 km larg Elbasanit, ofron këtë dimër peizazhe mahnice të mbuluara nga dëbora dhe qetësia karakteristike e zonave malore. I njohur për bukurinë natyrore, pyjet e dendura dhe freskinë e ajrit malor, Gjinari po shndërrohet gjithnjë më shumë në një nga pikat më të preferuara të turizmit në qarkun e Elbasanit, veçanërisht gjatë fundjavave dhe sezonit dimëror. Kreu i qeverisë në kuadër të rubrikës Shqipëria e bukur ka ndarë në rrjetet sociale pamje nga Gjinari që këto ditë të fundit janari po preferohet nga vizitorë të tërhequr nga bukuria natyrore dhe aktivitetet në ajër të pastër. Pamjet e publikuara ofrojnë një panoramë breslëndse të Gjinarit turistik, ku bie në sy edhe një kolon mjetesh të njëjtit tip, të cilët kanë zhvilluar një guidë turistike mes natyrës së mbuluar nga dëbora, duke përshkruar rrugët malore dhe shtigjet piktoreske të zonës. Rrugët malore, pyjet e bardha dhe ajri i pastër dimëror kanë krijuar një atmosferë magjike, duke e kthyer këtë udhëtim në një eksperiencë të veçantë për pjesëmarrësit. Kjo panoramë tregon edhe një herë bukurinë natyrore dhe potencialin turistik që ofron zona malore e Elbasanit, veçanërisht gjatë sezonit dimëror, ku Gjinari mbetet një nga destinacionet më të frekuentuara për guidat turistike, aktivitete në grup dhe dashamirës të natyrës, ndërsa në dëborën e parë të sezonit, zona ka qenë e mbuluar dhe e mbushur plot me vizitor.